Mysafiri i radhës në Full Ship Show për sonde është Faton Krasniqi, një alpinist i suksesshëm në Zvicër që ka arritur majat, Shumë majat. Majat e Alpeve në Zvicër, po gjithandej, bashkë me shokun e tij. Sonde, përveç se është alpinist i suksesshëm, është edhe artist, edhe këngëtar. Do ta promovoj një këngë sonde të tij të re në Full Ship Show sonde, e ftoj me duar tërkitje unë big up Faton Krasniqi. Mirë se erdhën në Full Ship Show. Mirë si ju gjeta, faleminderit për Faton, ftesën. mirë se erdhën në Full Ship Show, Mirë merci si që ju të kemi në gjeta. studio. Kënaqësi edhe nga ana ime. A i lo? Jo, Si ke kalu? mirë A i të faleminderit. mujtë mi mora ato maloret? Po. Vështirë? Pa ka dhe sfida ka. A jeni njëherë, më po të janë- fortit, apo ka më të fort se ju? Jo, mërë, jo, ka që. Ka dhe më të fort? Ka, Flas të shqiptarët, a nuk flas të? Po, ka. Të shqiptarët? Jo, na nuk jemi pe të fort. A si e më i fort ja? Jo. Po pësë është më i fort? Unë më të fortin e më nga lypi, mirë postu. As nuk kemi qef me kon. A s'ke qef më Ja. kani më i fort ja? Ja. Kusha më i forti prej shqiptarëve këto që ka rrit kulmin dash, a di e gjo? Po pe alpinistëve që... Se alpinizë po flas. I një unë edhe që ku të përmendë jam në tina që unë në kam është Abdurrahim Abdushi. Abdurrahim Abdushi. Po, është, do me thonë, në dyjat edhe në pjesën është për tamën profesional. Qa ka bon Abdurrahimi më shumë se sa ti edhe si se e harrova Se grupi. Pa, grupi jot, si e ka emrin shoku jo më të më harrova. Nuk i meri. I meri. Na jemi I merë, përshëndes. një grup alpinist. Po, Më jemi katëshë që funksionojmë së bashku. po. Në grup marrin pjesë Kujtim Krekaj, Po. Haqif Maloku edhe Imer Islami. A, dhe i merë islami, po i merë në njofë dhe ashtu. A ka mundësi me të regu diçka të asaj kohës për para, apo jo? Po. A mundemi me fol? Po problem. Kujtim? Kujtim Krekaj. Kraka. Po. A është Me, mirë me shnet tashi? po, ka marrë veten, është, dhe më thonë, në kujtimi ka pas një aksident, Po. jo të letë, ka nisë me marrë veten, mirë është, ki shumë të fala Edhe unë du me bot fala direkt prej ekranit tashi. pe i kujte, me të thonë drejten, aksidenti tina na ka Të rëndit. Po. na ka pre krah e zemër, sa ata e kem pas motorin e grupit. Po. Ka qenë një djalë si jënë të rallë njerëzit si kur kujta. Po i dëshirojmë shëndet. Kujtim, ke shumë fala prej meje, kam dasht me ardh, mu pa me ty, me të pa, su bon punë, sepse jo ka qenë situata vështirë shëndetësore e kujtimit në ato kohë. Kam dëshirë me të pa një ditë, me pi një kafe me ty, me të ru çdo gjë të mirë në jetë ty dhe familjes tënde. Më ka ardhur shumë keq për rastin tënd, për ndryshe pendoj me shikuesit kujtim Kraka, nga Kujtim Gjakova. Krakaj, po. Firaja e Gjakovës. Nga Gjakova, po. Ne kemi bërë një emision para 6-7 mujve, 8, Jo, një vit e ka një vit, tash. po. Para një viti kemi bërë një emision bashkë me Fatonin, bashkë me Imer Islamin, bashkë me Kujtim Krakën. Kanë qenë të tretullur këtu dhe e kemi realizuar intervistën me ta, një intervistë fantastike, e kam dhe një video në telefon që e kam bërë gjatë xhirimit live, dhe e kemi nxjerrë promon, si që nxjerrim çdo javë ditë të martë promon e emisionit, dhe ditën e 8 më duket, ka qenë Tamam. masi e kemi nxjerrë promon edhe e kemi shfaq në radio televizionin Steni dhe në gjitha platformat tona rrjetet sociale. Na merr Fatonin në telefon, ta themi Faton duke qarë si fëmijë. Po. Fatoni është edhe i ndjeshëm, edhe i meri, po ashtu që e kanë pas një shok si vëlla, dhe merr në telefon duke qarë si fëmijë, Altin të lutna mos e transmetoj emisionin sepse kujtimi ka psu një aksident të rënd dhe jam detyruar mos ta transmetoj. Kështu që do të thot Fatoni është për herë të dytë në Full Ship Show, për herë të parë transmetohet sonte, po për herë të dytë në këtë studio. Kështu që Kujtim, shumë fala, shumë shëndet ty dhe familjes tënde, inshallah je mirë dhe Zoti të rujt gjithmonë. Faton, na trego tash çfarë ke bërë këtë kohë të fundit tash një vit. Po për ndryshe na jemi një grup alpinist,
të më thonë, unë jam Fatan Krasniqi, vi nga komuna e Pejs, Dukagjinas me raje me deg, si e thomë. Pe vitit 2011 vepraja jetoj në Zvicër. Prej 11-s, a? Prej 2011-s, po. Dhe më thonë, që nga pandemia e të mas, merëm me alpinizëm. Se para pandemie kem dalë, kem ecë, se pasi si vija dhe prej një regioni ku jetojmë në male, dhe më thonë, Peja Rugova. Peja Rugova, Deçani është, dhe më thonë, ma e pasnja në Kosovë me Alpe. Edhe pe vitit 2020, dhe më thonë, në fillimin e pandemis, kemi fillu në hiking. Me një grup shokë, jemi kun në hiking jemi kun një grup i madh. Mirë po të një dëshira pak të pa kemi fillu me Alpe. Dhe më thonë, pej hikingit kem kalua, dhe më thonë, në Alpe, si i thirin këtu hoktur. Edhe është nashta e veçantë, sepse grupi i alpinistëve tanë, dhe më thonë, Shqiponja thirëm, krejt që kemi bu me mundësi të tana, dhe më thonë edhe financiare, po edhe teknike. Kemi arritë mi kap disa prej maleve ma interesante në Zvicër, dhe më thonë, mbi 4.000 metra si janë. Kemi arritë me kap Dufërshpicin, e cila është maja ma e lartë në Zvicër, me 4.634 metra. Kemi arritë me kap Domin, po bjeshkt i kanë disa rrugë për ngjitje, të më thonë disa rrugë për ngjitje, edhe Domi është po ashtu mal komplet në Zvicër, është me lartësi 4.545 metra, është Domin e kemi e kom ngjit 2 herë, një herë e kom ngjit me kujtimin, një herë e kom ngjit me ymerin, pasi që s'kem mujt tret për një herë, për punë të rrethanave. E kemi ngjit 2 herë, e kemi ngjit ka ana fest grad, të më thonë, është e ngjesin veç profesionistat. Mirë, por na nuk jem në atë nivel të profesionistave, po kem fitu përvojë të madhe. Edhe kemi dikun afër 20 maleve që i kemi kap përmi 4.000 metra. Përmi 4.000 metra? Po, afër 20 maleve. Ndërto është Dufërshpici maja me Nelta në Zvicër, është e dyta në Evropën e perëndimore, domethënë mas Mont Blancit. Mirë, po vështirësia Dufërshpicit për ngjitje me Mont Blanc ka dallim të madh. Se Dufërshpici është shumë më e zërshme me ngjit mas sfiduese. Okej, e tash ai Abdullahi që më theti. Abdurrahimi. Qa ka bo Abdurrahimi ma shumë se sa ju? Që është ma i suksesshëm, që shpëtu me ditë? Ai pitan atjera i bën edhe me matje fizike në gjitjet. Është shumë i fort. Është shumë i fort, Po, është shumë i fort. Unë ku ta përmend jam në tina që una në kom. Bravo. Kom muhabet shumë të mirë me ta, është shumë i madh, edhe është shumë tamam se ti çdo profesion arrihet. Veç don për kushtim. Mirë, po njerëzorën nuk mundesh me arrit kurr. Abdurrahim Abdushi pitan atjera është edhe shumë njerëzor, e cilin e përshëndesim, kemi respekt. Edhe unë e përshëndes Abdurrahimin edhe je i ftuar në emision i nderuar. Kemi respekt madh. E pyetje. Po. A është e vështirë një njeri që ka probleme a me zemër, a me mushkëri, me dal në këto Alpe dhe a është i rrezikuar me frymëmarrje persona që kanë probleme me shëndetin? Po zakonisht të bjesht e larta shka janë, dhe me thonë në këto e lypin edhe aklimatizimin. Duhet me pas aklimatizim. Dhe me thonë zakonisht duhet me pas, e marrë shembull malin Dufërshpic, ku e kemi ngjit me ymerin, nuk kemi qenë të aklimatizu mirë dhe na ka mundu shumë. Sidomos mu më ka mundu shumë. Se na kemi shkuar në 2 ora mas ditën në Bëjtinën Monterosa hyte, ajo është në 2800 metra, edhe pej 2 orë mas dite, në 2 mëngjesit jemi qupër me vazhdu për pjetë, ajo është dallimi i madh, se ajo është 4.634 metra, Bëjtina është në 2800 metra, edhe nuk ka mjaftu aklimatizimi tamam, e na ka mundu shumë.
Po, kush ka problem me zemër e me mushkënie, janë, domethënë se ku të hypsh për mi 3000 metra te mas, atëherë është ajër i krejt tjetër. Është tjetër ajër. A përdorni oksigjen? Jo, dej tashti nuk, po nuk janë edhe malet larta si për më përdorur oksigjen. Tash para pak kohë, pandemia tash shkon para pak vite. E Po. ki fillu për herë parë mu marrë me hiking, edhe mbrana pak kohë e keni, domethënë jeni Po, ngjitur kemi në avancu, 20 maja. kemi avancu shumë shpejt. Na, sidomos kujtimi është i lemi rritur në Gjeravic, se kujtimi është unikas. Domethënë maja e Gjeravicës është unik. Edhe i miri që ashtu është i Dugaxhinit. Domethënë na vim për një regioni ku jemi nuk o kun e kem pas bjeshkën pasion gjithherë. Po këtu ku kemi ardhur në Zvicër, domethënë ku kemi filluar në Zvicër, kemi filluar me hiking, po tani dëshira për me i pa Alpet, me sprovu veten besa kanë herë, kemi hynë tamam në Alpe. Domethënë hoktur si thirrën këta. Udhëhec të grupit e kemi Ymerin. Ymeri është shumë i përgatitur. Domethënë ka hinë i analizon ngjitje tepër mirë, edhe është shumë i kujdesshëm. Kom lexuar që ju nuk punoni me guide, domethënë me një njerëz që ju ndihmon Jo, juve. po për që ta jemi ndoshta se na krejt që kem bu për i vetit. Domethënë edhe unën financiare, se Alpet janë të kushtueshme. Po edhe unën financiare, edhe unën teknike, krejt që kem bu vet. Domethënë ne kem kap Dufer Shpicin vet, Domin e kem kap vet, Matterhornin e kem kap vet, Matterhornin e kemi kap me Kujtim Kraki. Në Kujtim Kraki, në vitin 2022, domethënë edhe ka qenë viti më i vështirë në historitë Matterhornit, ku e kemi kap në atë vit. Për ata që se din Matterhorni është ndoket prej majeve më të rrezikshme në Zvicër. Kjo është fakt. Po, domethënë mas Shreghornit, Shreghorni është maja më e vështirë që ne kemi në plan. Mas Shreghornit, kuptohet është Eiger Nordwand, po ajo është i nivel tjetër, domethënë ajo është për alpinistë tjerë, po mas Nordwandit, Eiger Nordwand është Shreghorni edhe Matterhorni, janë dy. Fatona, a ke pas të ftoftë këtu të kjo fotografi që i zdi sa metra? Po, këtu jemi në Alp Hubel. Po. Alp Hubel është një mal 4206 metra. 4206 metra. Po, Ti ka ke qenë ti këtu me krah shkurdra këtu. Po, domethënë që ky ka qenë viti, ky para 2 viteve, këtu është domethënë çdo maje ka një kryq. E që ky kryq është dikun përmi 6 metra. Para 2 viteve këtu kryqi u kon komplet i mlumen në bor. Ka pas bor ma shumë se 6 metra. Qa thumë? Po, 2 vite për mas, ka pas, domethënë, shkrimje të madhe për shkak temperaturave. Pikërisht o kon edhe ky viti ku e kem kap në çet vit e kem kap Matterhornin, domethënë mas 2 javë mas këtu e As kemi ke pas ftoftë kështu? Jo, kon në zejt këtu. Në zetë ka qenë Po, këtu? Lart? Po. Okej. Kështu ke dalti me rroba shkurtë? Jo, se Apo vetëm sa për foto? bjeshka nuk Flamurin e UÇK-s po marrin jemi në çdo maje që delni që arrini sukses e nxjerrni. po, domethënë çdo maje interesante si e bojmë, e ngjesim, i japim një imazh të mirë edhe vendit, domethënë edhe Shqipërisë edhe Kosovës, për shkak se jemi shumë pak të njohur në këtë sport. Edhe është një imazh shumë i mirë si i bojmë vendit. Domethënë flamurin kombëtar me 3 shkronja të arta, të shajta. Shejta. Tu që i kemi çdo herë me Në zemër, edhe me vete. Çdo herë me vete, çdo maje Bravo. i ngris. Çish reagon komuniteti zviceran ndaj juve si grup alpiniste? Po kanë respekt veçantë. A din se këtu çdo kush, domethënë alpinistat zviceran si merren me Alpe, i ngjohin Alpet edhe i din vështirësitë e tyre. Edhe ata bile jemi te komuniteti zviceran jemi shumë të njohur. Jemi shumë të njohur për shkak se i kemi grupet në Facebook, në rrjete sociale ku shpërndajmë, shkembejmë foto, shkembejmë male, kanë një respekt veçantë për neve. Mirë po është domethënë për zakonisht ku bojmë bjesht në alta, në për bujtina, është me të thonë drejtën diçka dhe për tyne e re, se ka shumë pak si, jemi konë shumë pak njohur në këtë sport. E si përgatitni ju për më ngjit një maje?
Ka shumë kohë për me përgatit me vendosë se ka me cilën rrugë me marre? Po zakonisht ku ti bojmë planet, përcaktojmë cilën anë doj me ngjit, edhe tani në kombinim grupi zbashku, do të thonë kujtimi, haqifi, meri, e koordinohem zbashku të gjithë, edhe përvoj me ngjit. Nuk ka mal të vështirë ose nuk ka alpe të vështira, po gjithmonë ka kohë të keqe. Do të thonë koha o faktori numër 1 në alpe. Ka male shumë të lehta si janë për mund ngjit, po kuto moti i keq, koha e keqe e vështirëson ngjitjen. Ose ka alpe shumë të vështira për shembull mund ngjit, po kuto është moti i mirë e lehtëson ngjitjen. Po. Sa herë në muaj apo në vit apo sa herë në vit ngjitni malor alpe? Po zakonisht ade po flasim kështu sa ka qenë kujta me neve, do më thonë spaku 3 herë në mujt. 3 herë në mujt? 3 herë në mujt kem dalë. Wow. Jemi konë shumë aktiv. Mas i ka ndodhur aksidenti i kujtëse të mas, do më thonë shumë pak kemi dalë. Bile një mal se e kemi pas në projekt ka herë, është Jungfrau, është një unë i maleva më të vështira, është 4158 metra, është në kantonin e Bernit, do më thonë është ball për ball me Mënhë. Mënhin e kem bo bashku në kujtimi edhe i meri. E vitin e kalume kemi ngjit edhe me i merin edhe Jungfrau, një mal shumë i vështirë, ndoshta është një unë i maleve se i ka kullnajat më të mëdha në Evropë. Çfarë kënaqësie ndjeni për me dalë në Alpe? Du me ditë vetëm këtë se unë jam larg kësaj. Është një sport. Por kënaqësia, du me ditë vetëm kënaqësia. Është një sport shumë i mirë. Po. Është tep adrenalin. Na shumë herë përdorim një thanje, këto Alpet e nalta shka janë, krahazohen me fushbeteja. Po. Të më thonë, ku ti mësysh Alpet është sikur më nis në fushbetej. Mirë po, duhet me ditë edhe me njerë si je me ta me pas besim, adi se do më thonë shumë herë kemi jetën e njëri tjetrit në dorë. Edhe duhet me njoft mirë shokin, duhet me na jemi konë, do më thonë që kemi funksionu një katëshë shumë e mirë, se kemi njoft mirë njëri tjetrin, e kemi ditë sa mundët njëri sa mundët tjetri, për që ta dhe jemi konë shemull, jo veç për diaspor këtu, po edhe për Kosovë, për Shqipni, jemi konë shemull qysh kem funksionu e qysh funksionojmë si grupë. A di se as kem pas inati me njëri tjetrin, as, do më thonë, që kjo dhe ka bu si kem etë shumë. Kemi arrit nashta me i kap gjitha këto male si i përmendim, nashta jem të partë si kem kap kaq shumë male vetë, pa ndimin e kërkujna. Okej, edhe i pyetje e kom Faton. A është rrezikuar ndonjëherë jeta juaj në këto misione? Po shumë herë. Dhe nëse po, cili ka qenë rreziku më i madh? Shumë herë. Po kanë qenë disa raste, po në du mu nalë të rasti im konkret që më ka ndodhë me 2 mars të këtij viti. Ishim duke ngjit malin Alphubël. Allalin Horn. Allalin Horni është një mal në Valis, edhe ka lartësinë 4027 metra. Aty, du më thonë, për herë të parë, kom ranë në qamje të kullnaja, gleqe shpallë të thirën. Që mund më konë shumë fellë. Po, su kom pa fund. Du më thonë, në kom ra dej në 12 metra, se kom pas distancën 15 metra pe i kolegës, edhe në mes e kom pas edhe, du më thonë, dikun 12 metra e kom pas një nyjet lidhne, për shkak të frenimit, në rast se tamon si ndodhin këto, nyjet e nalin, do më thonë, frenojnë, nuk nshojnë me fuqi të madhe. Aty kom ra në 12 metra. 12 metra kera? 12 metra kom ra. A e lëndu? Jo, ka qenë shumë interesant. As një grith kun nuk e kom pas. Aty janë përgadit, do më thonë, kanë ardhë 3 helikopter, se ku kanë lajmëru kolegët si në kun
jashtë si adin e kanë thirr Reagan, edhe ata e kanë ditë si nuk se zakonisht në këto raste nuk pështon njëri. Po në alpinizëm i përdorim do thanje. E kemi një shprehje thojmë duhet me dështu ma shumë se sa 2 faktorë për marrë deri te një aksident ose te një aksident qoftë edhe me fatalitet. E përderisa nuk dështojnë 2 faktorë, atëherë janë gjasat më të vogla për unë isha i përgatitur, të më thonë me gjitha rregullat. Edhe kjo edhe më pështoj. Në qoftë se këtu ndodh diçka, larg qoftë. Në këto momente që je duke bërë këtë foto. Edhe keni problem shëndetësor apo ku diun ti apo shoku jot. Telefoni besoj nuk punon këtu, apo jo? S'ka val. Apo me telefonet të lartë, unë kam shkuar për malet e Alpet e Glarusit. Për emergjenca shka janë edhe se s'ka telefoni në rrjet, është i përdorshëm. Për emergjenca është i përdorshëm, ashtu ë? Po. Po zakonisht është shumë interesant se në përmale përpara ku ja kemi nis me dalë Alpëv nuk ka pas rrjet edhe qaq shumë. Po kohën e fundit tash për shembull në herën e mram rash 12 metra në qamjet e Akullnajave. Në 12 metra e kam pas 5G full telefonin. 5G. Domthonë im kun 3800 metra ku kam dorë. Unë kam dalë malet e Alpet e Glarusit me helikopter kam dalë atje s'punon te telefoni fare. Ja, përpara nuk ka pas, tash ka shumë. Aty isha në shpallë. Tash ç'a ndodh? Nëse diçka ndodh një aksident, ka marrë në telefon ti. Si ndihmon vetë? Reagan, zakonisht Reagan. Sa minuta i duhet? A vjen Reka direkt? Po, direkt vjen. Është në dispozicion. Po shumë, për që ta dhe kemi, kjo është një përgatitje edhe psiqike. A din se të nimon, se ti e din. Kum ka ndodh mua aksidenti mram si keshën këtu, ka bo dikun 45 minuta marë, po kjo kun tjetër rast. Se duhet mu përgatit dhe më thonë me ekip mjekësore, me orë tamon të kompletum, se ata e kanë ditë si... Që me ta ndhimin aty në vend? Po. Po zakonisht vinë shumë shpejt. Reka, ata që vinë, janë edhe ata alpinistë, pa janë specializum? Ata janë krejt specializum. Janë alpinistë dhe ata? Po, ata se vinë janë specializum. Për që ta adin e kemi një... Kjo është për psiqik, nimon shumë. Të ndihmon kur e din që e ke një person që të vjen direkt, është realisht... Po, kur farë problemi. Të ndihmon shumë, po, absolutisht. Po më varet edhe kjo, më varet në qëfar mali je, do më thonë varet për i kohë. Koha me kone keqe, nuk vjen smunot as rega me... Faton, para se dalim të talenti se minutazhi s'na lejon shumë. A ke alpinizëm, a je marrë me alpinizëm jashtë Zvicrës diku? A ke dalë në mal tjetër, në Alp tjetër jashtë shtetit zviceran? Zakonisht veç në Kosovë dhe në Shqipni po. Tjetër kun jo. Në Kosovë në Shqipëri, cilat maj i ke arritur në Kosovë dhe në Shqipëri? Po në Kosovë i kem arrit shumë maje. Po. Në Shqipni e kemi arrit... Pra ti e marrë, para se marrë në Zvicër me alpinizëm, apo jo? Po, do më thonë... Qysh, me kohë e ke pas? Na jemi të lemet rritë. I merin edhe kujtimin i ke njohë në Zvicër, apo qysh atje poshtë? Jo, këtu në Zvicër. Këtu në Zvicër e ke njohë? Po, dëtë. Okej, poshtë ke pas shok tjerë për me arrit majt, apo jo? Poshtë, po, zakonisht, do më thonë me kushër e me familjar. Në Shqipni e kemi kap vjetë në verë, malin Ragam. Ragam? Po, një mal shumë interesant. Po, mali Ragamit është... Edhe si vjetë në dimen, i kemi në gjitë me i merë një mekon, edhe me një grup alpinis nga Kosova, i kemi në gjitë Grykat e Hapta me 2625 metra, i cili ka qenë edhe mjaftë sfiduse. Në dëqanë në lukte për në dëqanë. Në vëzemra, faton. Shumë kongë e bukur. Shumë kongë e bukur. A vazhdon me kënu vazhdimisht apo vetëm kështu për shef? Jo. Kështu nëse të thret dikush për një dasë, unë e ditinin e hang në gjohë që nuk shona? Nuk jam në ati niveli, nuk... Veç për ti qefi? Nuk di më kënu, unë pranaj, dhe më thonë nuk di... Hajri veç zajmët kënu, pasha zotin du mirë kënu. Pasha nonën tem po të bëjbe, që kënën më mirë se sa disa që ka ne, mërë sot dhe morin ka 6.000, 7.000, 8.000 në dasma. Po të bëjbe une. Me qa një gjohë vonë, unë e kom edhe kongën e parë para kësajna, konga kushtohet Dardani Kosovanan, do më thonë është me plot mesazh, ka kuptim të plot. Edhe mundona me i punu, do më thonë, kongët me mjeshtër tamon për me nxerr një vlerë. Bravo qoftë. Një vlerë. Sa munda me ja qëllu, ajo është publiku si. Bravo qoftë. Faton, do kemi rast në vish për sëri.
Kur ta bësh këngën e re tjetrën, që si Po, këngë edhe- patriotike shqiptare përsëri unë ti promovojnë fol shqiptar. Inshallah na japet rasti edhe me kujtën më ardh këtu. Po zot inshallah. Unë Edhe- ftej kujt je ftuam. Hajde kujt. Hajde të flasim sa ta sepse merr jeta veten edhe pak kujta. po si ta do merr jemi veten edhe mysafir pak, këtu. je ftuam, mirë se të bjen zoti. Shtëpia jeme është shtëpia jote. Faleminderit shumë për ftesën edhe një herë. Lutem. Të falenderoj në emën temin personale të grupit. U pafshim të në herët veç për gëzime. Zoti Trujt, shumë faleminderit, respekt, inshallah shëndete, mbarësi e sukses. Faleminderit shumë. Deri javën tjetër nga on Faton Krasniqi, Mara Shpula i stafi im, Rita Ola. Natën e mirë. Natën e mirë.